Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një mineral që ndikon pothuajse në çdo pjesë të trupit, magnezin. Ai lidhet me energjinë, muskujt, gjumin, sistemin nervor dhe madje edhe ritmin e zemrës. Por pavarësisht rolit të tij të rëndësishëm, mungesa e magnezit shpesh kalon pa u vënë re. Shumë njerëz jetojnë me simptoma për muaj apo vite me radhë pa kuptuar se trupi po u jep sinjale shumë të qarta. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Në këtë video do të shohim cilat janë 5 shenjat më të zakonshme të mungesës së magnezit, pse ndodhen dhe pse kjo mungesë është bërë kaq e përhapur sot. Ngërçet dhe tensioni në muskuj. Një nga shenjat më të zakonshme janë ngërçet muskulare, sidomos gjatë natës. Magnezi ndihmon muskujt të relaksohen pas skodjes. Kur niveli i tij bie, muskujt tensionohen më lehtë, shfaqen spazma, dridhje të vogla ose ndjesi tërheqjeje në këmbë dhe duar. Disa njerëz përjetojnë edhe dridhje të syrit për ditë të tëra. Këto simptoma shpesh injorohen, por mund të jenë një sinjal që trupi nuk po merr mjaftueshëm magnez. Lodhje që nuk kalon. Magnezi është i përfshirë në prodhimin e energjisë në çdo qelisë të trupit. Kur niveli i tij është i ulët, trupi prodhon më pak energji dhe lodhja bëhet më e vazhdueshme. Problemi është se kjo lodhje nuk duket gjithmonë ekstreme. Shpesh ndihet si mungesë force, plagështi gjatë ditës, vështirësi për të përqendruar ose ndjesi sikur trupi nuk po rikuperohet plotësisht. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e lidhin me stresin ose mungesën e gjumit dhe jo me magnezin. Probleme me gjumin. Magnezi ka një rol të rëndësishëm në qetësimin e sistemit nervor. Ai ndikon në mekanizma që ndihmojnë trupin të relaksohet dhe të hyjë në gjumë. Kur niveli i tij është i ulët, disa njerëz kanë vështirësi për të fjetur, zgjohen shpesh gjatë natës ose ndihen të lodhur edhe pas gjumit. Gjumi dhe magnezi janë të lidhur ngushtë. Sa më hiq rregull gjumi, aq më shumë stresohet trupi dhe kjo mund të ndikojë edhe më tej në balancën e mineraleve. Ankth, nervozizëm dhe stres i shtuar. Magnezi ndikon drejt për drejt në funksionimin e sistemit nervor. Kur mungon, trupi mund të reagojë më fort ndaj stresit dhe ndjesia e tensionit emocional bëhet më e shpeshtë. Disa njerëz përjetojnë nervozizëm, vështirësi për t'u qetësuar, rrahje zemre më të forta gjatë stresit ose ndjesi ankthi pa arsye të qartë. Kjo nuk do të thotë që magnezi është shkaku i vetëm i ankthit, por nivelet e ulta mund të ndikojnë në mënyrën si sistemi nervor përballon presionin e përditshëm. Dhimbje koke dhe migrena. Një tjetër shenjë që shpesh neglizhohet është dhimbja e kokës. Magnezi ndihmon në funksionimin normal të nervave dhe enëve të gjakut. Kur mungon, tek disa persona mund të rritet prirja për dhimbje koke ose migrenë. Studime të ndryshme kanë vërejtur se njerëzit me migrenë shpesh kanë nivele më të ulta të magnezit. Kjo nuk do të thotë se çdo dhimbje koke vjen nga mungesa e tij, por është një faktor që nuk duhet injoruar. Pse mungesa e magnezit është kaq e zakonshme sot? Shumë njerëz nuk marrin mjaftueshëm magnez nga ushqimi. Kjo lidhet me ushqimet e përpunuara, stresin kronik, mungesën e gjumit dhe konsumimin e lartë të kafes apo alkoolit. Gjithashtu, disa medikamente dhe probleme të tretjes mund ta ulin përthitjen e magnezit. Dhe për shkak se simptomat zhvillohen gradualisht, mungesa shpesh kalon pa u diagnostikuar. A duhet marrë suplemente? Jo gjithmonë. Shumë njerëz fillojnë suplemente pa ditur nëse kanë vërtet mungesë. Por edhe pse magnezi është i rëndësishëm, marrja e tepërt mund të shkaktojë probleme si diarre, ulje të tensionit apo shtrembëllime të tjera tek persona të caktuar. Burimi më i mirë mbetet ushqimi. Magnezi gjendet në arra, bajame, spinaq, fara të kungullit, fasule dhe çokoladë e zezë. Kur simptomat janë të vazhdueshme, analiza dhe këshilla mjekësore janë mënyra më e sigurt për të kuptuar nëse trupi ka nevojë realisht për suplement. Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme për trupin, por mungesa e tij shpesh maskohet si lodhje, stres apo probleme të zakonshme të përditshme. Kur filloni t'i kuptoni sinjalet që trupi ju jep, bëhet më e lehtë të kuptoni çfarë i mungon organizmit, sepse shpesh trupi flet shumë përpara se problemi të bëhet serioz. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.